Kjo është java që Shqipëria mbushet me emigrant, me anije, avion apo makina të mbushura plot me dhurata. Ata rikthehen, por më shumë se dhuratat, ata janë ngarkuar me mall të madh për Shqipërinë dhe për njerëzit që kanë lënë pas. Ajo që ndjejmë disa nga ne që nuk presim të na vi njëri është ngarkesa, sepse rëndohet trafiku, rrugët mbushen me makina, me targat huaja, dëgjohet ajo shqipja e përzier me italisht, greqisht apo dhe anglisht, dhe ne të ngarkuar nga hallet tona, fillojmë të ankohemi. Ardhi atyre është ai momenti rrallë kur takohen dy botë, ata që donin të iknin ose nuk ikën dot kurrë, me ata që patën guximin të ikin dhe të kthehen çdo dhjetor ose verë për një ritual të përvitshëm. Ne jemi një vend ku emigrantët nuk janë thjesht njerëz, por edhe investitorë që mbajnë gjallë ekonominë e shumë familjeve. Nëse duam t'i lexojmë emigrantët si shifra, ata janë 10% e prodhimit të brendshëm bruto. Nëse duam t'i shohim si shpëtimtar, shumë familje shqiptare nuk do të mbjetonin dot pa parat që dërgojnë ata. Parat e emigrantëve janë një lumë që nuk ndalet, herë të pastra, herë të pista, herë në zezë, herë në të bardhë, herë me djerse, herë me gjak, por pa këto para, shumë familje do ta kishin të pamundur të mbjetonin. Ata dërgojnë para në këtë vend dhe nuk marrin pas asgjë, përveç se gjobat e policisë dhe mallkimet e disa inatçive që thonë ja, vinë këta dhe bëhet trafik. Përveç miqve, shokëve, familjeve, kush në këtë vend i respekton ata? A ka Shqipëria realisht një strategji për t'i mbajtur afër? Është kohë festash dhe Shqipëria mbushet me emigrant, por jo të gjithë emigrantët kthehen. Disa prej tyre ka përcej një vit, 2, madje edhe 3 pa ardhur, derisa vendosin të mos kthehen më. Ne nuk e vëmë re me njerë mungesën e tyre, por festat tona e ndjejnë boshllëkun dhe humbasin diçka nga magjia e tyre. E pse? Pse disa vendosin të mos kthehen më, se çfarë ka ndodhur, çfarë u dhëmbaj shumë sa nuk duan ta shohin më këtë vend? Kthimi i emigrantëve mund të jetë edhe një ngarkesë, sepse sjell zhurmë, rrëmuj dhe përplasje me realitetin. Por në të njëjtën kohë është një plotësim shpirtëror, sikur dy gjysma të një molle ribashkohen për pak ditë. Pata, këto festa do të ishin shumë më bosh, sepse kur ata janë këtu për terë imitancave dhe nostalgjisë, Shqipëria ndihet për herë të parë një vend i plot me energji të bashkuar. Pastaj festat mbarojnë, bredhat e zbukurimet hiqen dhe emigrantët largohen sërish për të kthyer atje ku kanë ndërtuar jetën e tyre. Ata ikin me kokën pas, duke marrë me vete kujtime, përqafime dhe një copës të vogël të Shqipërisë që e mbajnë përbrenda. Dhe ne mbetemi këtu, me një pjesë të shpirtit ton që largohet bashkë me ta, deri vjetorin tjetër, me shpresën që të kthehen.